Se ne aty nuk kemi thjesht genocid. Kemi një term të ri, unë kam përmendur diku tjetër, një term të ri që konventet se parashikojnë, kemi shfarrosje. Shfarrosje. Po, se parashikojnë konventet fare. Të vrasësh 18.000 fëmijë nuk është genocid. Genocidi është kur ti ushtron dhunë për ti larguar nga një territor. Këta po i vrasin aty. Dhe thot, po si ku Hamasi do t'i vrasim të gjithëve. Do më thënë, unë nuk dua që t'ju zhvendos diku, pra t'ju respektoj drejtën e jetës, drejtën elementare, dhe t'ju them largohuni, jo, do t'ju vras aty të gjithëve. Mendoni pra, deri këtu ka arritur. Dhe këtë e bën vetëm një zmendje e smur. Që e gjithë bota po bie dakord që këta janë një mendje e smur. Si ka mundësi që se frenon dot asnjëri është çështja. Patjetër, e kuptoni, kalojnë avioni, u hedhin nga një qese aty. Dhe të gjithë, dhe pastaj kur shkojnë ta marrin ta në një magazin këto qeset e mbledhura, hapin zjarr dhe gjysma i vrasin 3 çerekull. I mitralojnë në mënyrë të qëllimshme. I mitralojnë në mënyrë të qëllimshme. Po, ai keni parë filmin live. Një disa 100 të vrarë 24 orë të fundit. Shiko, duhet të jemi shumë, domethënë, se kur del një video është një gjë, pas edhe inteligencë artificiale këto. Po kur janë 10 video dhe me burime, dhe flasin dhe agjenci prestigjioze ndërkombëtare të medias, atëherë të thua prit, pas ka diçka shumë serioze këtu.